Arratisi ishte një akt i rrezikshëm. Ose të vrisnin në kufi dhe kufomat trajtoheshin si kafsh, ose dënoheshe deri në 25 vjet burg. Kjo foto i takon vrasjeve në kufi në vitin 1990. Arratisja që tronditi bllokun ishte ajo e dy korrikut të vitit 1984. 5 vet ikën nga liçeni i Shkodrës dhe folën në televizionin e Beogradit. 2 vëllezërit Pavlo tronditën bllokun. Nasi Pavlon e takova në kishën shqiptare New York. Pyetja e parë, kur u arratisët dhe a kishit frikë se mos ju vrisnin ushtarët e kufirit? Ne jemi arratis me datë 2 korrik të vitit 1984. Kemi rrit me datë 3 në mjes në Jugosllavi, në anën tjetër liçenit Shkodrës. Ishim 5 vet, ishim 2 vëllezër nga Tirana dhe një shok i joni, 3 nga Tirana dhe 2 vëllezër nga Shkodra. Ato rreziqet ishin gjitha arrestimi, vrasja, plus që ne e dinim sepse Iliri dhe Dalibi sa dolën nga burga dhe dije shumë mirë që policia shqiptare, policia kufirit, ushtëria, nuk të arrestonin, po të ishe në ujë, do vinin të zgjesonin direkt. Kaluam, ditën e kaluam në plazh me gjithë shkodranët e tjerë, në darke, si mas planit atyre 2 vëllezër shkodran që i dinin më mirë planin e arratisjes. U shkuam aty ku gjithë shkodranët ndronin rrobet, nejtëm derisa u erë, edhe pastaj filluam të dalim avash barkës në ujë, gjithmonë ishim në ujë. Plani ishte që duhet bësh stërvitje not, që krahët mos të lëshojnë në mes të rrugës, të rregullosh frymëmarrjen, edhe do të ajo numri 2 ishte kryesorja që ato pikat që vendosëm ne që mos ngatërosh dritën shqiptare me dritën jugoslave, që të notosh gjithë natën e të përfundosh ke posta shqiptare. Kështu që pranin e shkum 3 herë në rresht, çdo 2-3 javë, duken, që rrinim në ty derisa erë, deri në 10 e gjys, edhe në mësojshin syt me dritën e portit jugoslav, ishte i porti vogël. Një fshat shqiptar ishte në fakt. Ata jugoslavët ishin në fillim ishin një çik të dyshim se si ka mundësi keni notuju kaq shumë. Sa ishte distanca? Biles na një herë po na forconin me fjalë se ju kanë nxjerrë sigurimi deri në Farveni me varkë edhe ju e heni udhë më vonë. Ne qeshnim edhe thoshim që ju se nuk e njihni Shqipërinë fare, nuk e keni fare rinë shqiptare edhe gjendjen. Ndoshta ishin edhe provokime. Por ata mendonin duke ju treguar në pikën nga bregu Ronos, si u nisëm ne, edhe duke që e njihnin shumë mirë, vuan ato të ushtërisë, edhe me matën thanë që është 11 kilometra i çerek. 11 kilometra natë? Një çerek, si mas tyne. Sa zjapi? Unë për vete jam fut në ujë në orën 9 i çerek në darkë, jemi fut të gjithë. Edhe me që Iliri, si Iliri domethënë gjithmonë pa disiplinë, nuk bënte stërvitje me ne në liçenin e Tiranës, edhe ishte mi pa përgatitmi, kështu që unë isha vllai atij, nuk mund ta lesha kështu që ata çunat vazhduan natin, sa aty kur futesh edhe ke vënë ballancë jetën, nuk mund t'i kërkosh dikujt tjetër. Ne e kemi lënë me këtë datë do arratisemi, do jemi gati të gjithë me të stërvit me disiplinë, edhe do ndjekim të njëjtën rregull, ose përndryshe do përfundojmë gjithë në burg. Po Iliri është trim, ka zemër të fortë edhe me ndihmën time, domethënë dolëm të dy, pavarësisht se në fund fare ishte një stuhie e zakonshme atë natë, na ndau stuhia edhe kishte dallgë më aja shumë. Dallgët mund të ishin 3-4 metra të larta dhe e bënin atë vargun, e bënin që këtu e 7-8 metra më tutje. Kështu që kur ikte një dall, vetëm aty mund të shifshe ku i kam shokët. Po, se për herë vinte dalla nga tjetër dhe duhet të kërcenjen. Nuk
ruheshe me ndryqim, kufiri me këtu që? Kufiri u rujt me ndryqim derisa filloi struhia, pa ata kontrollonin shumë këtu në Shirok. Kontrollonin këtë 4 kilometrin këtu, ndërsa ne ishim shumë larg, ishim 8-9 kilometra këte, edhe ne u nisëm dolëm pri këtu e këtu. Ata kur nuk mendonin që me not, asnjëri s'kishte ikë ndonjëherë me not, që këtu atje, me varka kishin tentu, po jo me not. Edhe mbasi kontrollonin këtu mirë, atëre drejtonin kështu drejt, sa ishte ajo vija e kufirit shqiptar, edhe kontrollonin këte. Ajo kur vinte ajo drita afër nesh, ne zhyteshim, ajo ikte drita. Edhe pastaj ne dilnim, edhe sa e çonin deri në Shkodër, dhe pastaj binin edhe një herë tjetër kështu, ne prap zhyteshim. Kështu që nuk ishte mundur për ta të shikonin atë dallgën e vogël që bëhet nga zhytja e kokës njeriu. Kur filloi iku hëna, e filluan pikat shiut të mëdha, edhe era, atëherë ata e mbyllën ata për gjithë natën. Besoj nga ora 10:30, 11 pa mendoj një 2 orë mund të ketë vazhdu kjo, sepse maj mend që 3 herë na u bë kjo e vum dritën. Edhe si mas këtyre ishte çdo gjysë ore deri në 35 minuta, 30-35 minuta, që po ta llogarisësh vjen kjo aq që rreth 2 orë me gjithë atë kohën që mund të më nisnë përpara se të hidhet drita. Kështu që në mëngjes unë kam rrit doli dielli kur unë kam rrit në ishull. Aty pash ata 2 vëllezër shkadaran. Për mua zjati 9 orë gjys. 9 orë natë. 9 orë gjys pa ndalu, sepse unë po shtyja edhe Ilirin, edhe Iliri pastaj kishte dalë në tokë. Nuk ishte mushmenja me dalë në ishull. Kishte dalë në tokë, ishin 2 ishuj të vegjël pa banum. Kështu që unë edhe këto 2 shkëdëranët metëm në ishull, ata dolën aty, dhe Iliri sa doli, duke dhe ai në mjas ka dalë. Pa takoj një fshatar aty, e tha flet shqip, i foli jugoslavisht se kishte mësuar në burg. Po, tha flas shqip. Ku është qendra kooperative se kishte pyet Iliri? Ai kishte ngel çfarë kooperative, unë e mora vesh jam në Jugosllavi, tha mirë, ditën e mirë, edhe iku si Iliri, shkoi Trokiti, ke një derë që ishte emri jugoslavisht. Nuk ishte emri shqiptar. Kishte frikë mos e spiononin, mos e kthejnë? Pa, ku di unë tash? Etusia që na bën ata në burgun e Kotorit ishte fantastike. I hiqnin gjithë të burgosurit, se burgu ishte i lirë, ishin 3 kate, pallat, nuk ishte kështu me beruca. Ishte si tip kamp i vogël, s'kishte kur t'iknin. Edhe i hiqnin të gjithë ata i hiqnin, i mbyllnin nëpër beruca poshtë, e na lenin vetëm në 5-ve. Ashtu në orën 6-7 trak më morën me një pyetje. Edhe para gjë që më tha ishte ky drejtori i burgut, se me këtë shifeshin për ditë, na vita na flisa ka herë aty. Tha, ti nasi, tha, neve, tha, kemi marrë informatat sigurta, ti e oficeri i sigurimit. Si ku kam zeja aty. Ju vërcullë, i thashun, para ne i bo qefen Verogja me ju, i thashun, ju sjell vërdall. Se ju s'merrkeni vesh fare, i thashun, qa qeka, qa rosh rinia shqiptare, qa bo, sidomos me familjen tonë. Që të më thushti mu i thashun oficer sigurimi, Iliri 10 vjetë në burg, sa doli 1 vit e gjys, edhe me gjithë presion që kemi pas ne atje. Plus timati thashun e arrestun, duke me qenë kirurg arrestu me akuza idiote e majtën 7 muaj në tusi se bën synetliqe, ai para ata është kirurg për të bërë pse ushtronte zanatin e vet. Me letra të gjitha në rregull thash, edhe nuk vërtetun që s'ka bë asnjë shkelje të ligji. A kupton? Edhe juve i thashun, përfundoni që unë jam oficer, keni pyetje thashun ke puna ime, çoni ata njerëzit tu i thashun pyesin ke në Sharaku se çfarë lloji kam qenë aty, për çfarë jam njoftë unë aty. Jam njoftë se spioni sigurimit apo jam njoftë dikush tjetër. Pastaj? Po nuk prap kur mblidheshim me njëri tjetrin këtu, që çfarë than ty, çfarë më than mua, prap nuk ishim të zot me kuptu që këta me gjithmen, po vetëm janë provokime, apo këta me gjithmen se kanë iden fare se si është, domethënë kush merr rrezikun me ovaratis. Se të marrësh rrezikun e 15 vjet plus burg. Si grupi ma që ishim me minimumi që menosha unë, mund të isha unë, ose ai vllai i vogël aty në 2 shkadranëve, se vetëm ne të 2 s'kishim qenë në një burg. Edhe me që ishim më të vetë, them unë, ne do merrshim nga 15 ose 18 vjet. Kurse këta të tjerë ka rrezik në njërin nga këta shkota hatë edhe plumin.
E kam fjalën të tillë, në të tillë etusia e tyne, ata deshin me gjithmen të çonin një relacion në Beograd, sepse njëherë e shprehen. Kështu që duket kjo lloj marrëdhënie midis nesh edhe UDBA-s jugoslave, deri sa ata u bindën, nga njerë edhe në qik me arrogancë që të siguroheshin se jemi të dërgum nga sigurimi apo jo, mbërriti ndoshta ke idea që i lindi atyne, ne nuk ofrum në një ide. Që ky grup është mbush ato kushtet për me dhon një intervistë televizive, që do të sjellë dhe pasojë? Që masaj që vulosi me fjalë internime në familjeve tona. Dhe Iliri tha, tash që më erdhi në dorë Enver Hoxha, tha ja rregullojën atit. Ishin të rinj. Iliri sa kishte dalë nga burgu i qafës barit. Ka qenë një natë vere, gusht 1984, kur djemt kanë folur në televizionin jugoslav. Tirana shtangu, por shumica u gëzua se ata kishin folur me zërin e rinisë kohës. Do të ndroj emrin se e kam emrin e djalit të diktatorit mizor. Dua të ndroj edhe gjakun. Të gjithë shqiptarët ka nevojë ta ndrojnë gjakun dhe të pastrojnë. Këto ishin fjalët e Ilir Pavlës. Po si e gjeti intervistën Nasi? Ta dëgjojmë. Isha gjithmonë kurioz, sepse e dinja që në censurën që ishte në Shqipëri në kohën e transmetimit, shumë nga njerëzit nuk e kishin, edhe siç doli ashtu ishte. Shok të punës, shok të lagjes, familjar, plus në jetë erdhi dhe fëmia im më vonë, kështu që duhej shumë gjëra kisha treguar, edhe një nga pikat më interesante për vajzën time me një gjuhë ishte kur unë i tregonja që si u arratisën, pse ishim kundërshtar me qeverinë, që ishim ajo pjesë e rinisë që nuk mendonim si mendonte qeveria, mendonim ndryshe. Ato fjalët e Ilirit, do ta ndroj emrin, se kam emrin e djalit. Pa ajo është që i ka mbet njerëzve në mund ta kujtosh në Iliri nuk kishte gjë kundër shqiptarizmit edhe familjes vete për ardhjes vjet, sepse atë që je daç nuk e ndron dot. Ajo fjalë i kishte deshte t'i thoshte popullit shqiptar që me çfarë kam hekun, se nuk e njihnin përveç aty me fjalë të flasësh gjithë të intervistë kundër një qeverie, duhet t'i japësh një farë arsye që pse po vi unë, pse jam unë të kjo lloj gjendje. Iliri tha që me ato që kam hek unë, tha, unë po të keta në unë emrin do ta ndroj, tha. Se unë i filloni hypa nervat, po ta njohësh ato që e njohin Ilirin e kuptojnë. Edhe emrin do ta hek, tha, se siç vetëm pse e ka ai, domethënë që prapë nuk është një e momentit, edhe Biles tha që edhe gjakun, po të ketë metoda, me metodat që i ekzistojnë këtej, tha, do ta ndroj, tha, sepse i çdo shqiptar, ai e shtoi edhe këtë, që nuk e ashtu njerëzit mbaj mend atë që çfarë ju tha sigurimi. A kupton? Që ta nxirrte Ilirin ulët edhe veten e tyre të lam. Edhe se çdo shqiptar tha ka nevojë për ndrim gjaku, për pastrim gjaku. Ndërsa kryesoret që tha Iliri janë faktet edhe vërteta që u mënshifte me forcën edhe me diktaturën më të tmerrshme që ka pa bota, edhe tamam ashtu është, sepse Iliri tha që në mjerimin që jeton sot Shqipëria, tha, nuk ka pa në historia e Evropës edhe e botës. Se ka vende të varfra, po në makinë, tha, ke pas makinë? Jo, s'kom pas, tha. Vetëm me makinë që unë kam bërë xhiro, tha, ka qenë auto burgu, ishe një makinë, tha, që na merr na çon ka burgu tjetër, edhe këto kanë qenë xhirot që kanë bërë me makinë në Shqipëri.
Plus të foli edhe për atë mënyrën falso se si mbaj ditë për ditë propaganda që diskutonin, përfshi edhe kongreset që bënin, edhe tha me një fjalit shkurtër që nuk e harroj kur, Iliri tha që sa për ato kongreset e atit, me fjallë, ai rrite 6 muaj para, 6 muaj mrapa, duke propagandu kongresin si një nga ndodhit më të mëdha që kishte ky nacion. Edhe vje muhabeti, Iliri i thot, sa për ato kongreset. Mendonim në Gjermani, në Hollandë ose në Suedi, në të kanalin këto, kush ta marri. Por me që këta të policisë nuk na lanë të 5 bashkë atë muajin e parë. Iliri me Dalibin, vllajën ime, jo dhe shokun e vet, u friksuan me ato historirat që kishin një gjunë nëpër burgje. Edhe morën trenin e ikën në Trieste atje ku është gjysma jugoslave, gjysma italiane, edhe pastaj u arretisën në Itali. Kështu që duke menu se mund të përfundoj vetëm diku në Evropë, nëse mund të iki, shkruajta një letër e nisa aty në Latina, ku ishte ky kampi i këtyre shqiptarëve, i emigrantëve që ishin dhe shqiptarët atje në Itali, në Rom, edhe më në fund vendosëm me njëri tjetrin që takohemi në ato, sepse mund të jetë diçka më e zorshme, sepse sipas përkthysave këto shtetet evropiane nuk të ofronin starin politik pa mrit aty. Me i fjalë duhet ikëshe prapë nga Jugoslavia, duhet shkoshe të fundit. Edhe mritëm në Amerikë, po planet i ka bë Perëndia për njerëzit, ashtu edhe unë nuk jam peshman asaj gjoje. Njësoj do ta bosha jetën si në gjatë gjithë kohës kam punu, jam majt me karat e mia, kur s'kam marrë nima nga qeveria në Amerikë, sepse edhe në Shqipëri unë kam qenë gjithmonë punëtor kokë ulur e bënja detyrën. Unë kam punu në Sharakun e Tiranës, ose oficina ato mjedhe, ndëroj emrin më vonë. Babai ka qenë doktor? Babai ka qenë doktor në Tiranë e vogël, pauzë madhe u njifte shumë. Pastaj kur u bë Tirana më e madhe, po ishte një person shumë karizmatik, edhe brezi i vet e deshin shumë, e respektonin. E internuan babain në një emër gjerman atje nga ato fshatrat e Elbasanit, midis Cerrikut edhe ja, tash nuk më kujtohet, por mbasi deri kur i liron, 89-90 diku atje, edhe kur erdha unë, kur isha mundur për më të vinja në Shqipëri, shkum, mora babain me gjithë nusën e vet, edhe unë, edhe shkum të fshati ku ishin internuam, me ju thonë falemderit atyne për krajin që i kishin bë. Mënyra se si na pritën, entuziazmi i tyre se si na pritën, duket që kishin kalu shumë mirë me babain tim. Dhe në fakt babain e ndihmon shumë shokët e vet, edhe ca si studenta që i ka pas aty që i kishin qenë në ato zonë. Shkonin të gjithë për shembull në Cerrik ose në Elbasan, kështu që filloi të bëj vullnetar. Atë po pensionin e merrte, ishte pensionin e mirë, se babai ka qenë partizan, merrte pension lufte dhe pensionin si doktor. Edhe partizan babai në brigadën e parë me Mehmetçeu. Ka qenë një nga trimat e brigadës parë, jo vetëm ka qenë. Pas takimit, e mbështeste hitën tuaj? Babai kur nuk na tha një fjalë që na bëhet më mirë. Kurrë në kurrës. Tha, unë mendova, tha, se na u hap fjala që janë mbytur, po thosha inshallah me që ca kohë kishte qenë edhe doktori Dinamës dhe i ditë këto manovrimet e Ministrisë së Brendshme. Kështu që
më vonë mas nej, disa muaj më vonë, ju thanë që në gjë Riku, çunat i ke në Beograd, do ashtu, do ikin në Amerikë, edhe u çlirova shumë tha kur mora vesh ta qashu. Dhe tashi më vinë në mend të thonë edhe babait, edhe sepse edhe mendimi im është që ajo fëminia paska i fortë të jashtëzakonshme të riq ka mbrapsh. Kështu që unë planet avash i kam bërë që të sistemoj vajzën time këtu edhe nuk mund ta thush 100% se do iki do gozhdohem aty, me fjalë Shqipëria do jetë vendi ku unë do kaloj shumicën e vitit. Vajza e tij, Thea, ka lindur në New York, por flet bukur shqip. Ajo ka mësuar për aratisjen e teatrit, por dhe për diktaturën. Flet shqip bukur dhe çdo verë shkon në Shqipëri. Historinë e babit tënd? Po, e pash edhe intervistën kur ishte aratis edhe më thot për Enver Hoxhën edhe për gjithë këto muhabetet. Si duket se kupton do? Jo, kuptoj, po ashtu si ishte Shqipëria komuniste dhe tani më kuptoj si ishte. Nuk ishte shumë e mirë. Ke qenë në Shqipëri? Po, verë për verë hiki. Si duket Shqipëria? Më pëlqen se kam gjithë familjen aty edhe veni është ndryshe nga Amerika, më thonë shkon në për kafe, është qef, më pëlqen. Unë në Kopsh kam qenë ke kopshi me yll, edhe shkollën e kam bërë, edhe shkollën e kam bërë ke shkolla Kosovë, deri në 4-4, mas ke shkolla me Algrameno. Me fjalë ke lagja aty kam kalu gjithë fëminin, edhe kemi aq shumë kujtime kur mblidhemi me shokët, që tash janë shpërdalje edhe ne, por kur mblidhemi në verë aty, edhe fillojmë kujtojmë, besojmë ne, ose na pëlqen që kemi qenë nga kalamajt më me fat se kemi qenë një lagje shumë të bukur, që ishte edhe fshat edhe qytet, ose me thonë edhe qytet edhe fshat. Kishim shumë afër pyllin e Dikut, kishim 2 rezervuare, edhe kishim një aktivitet jashtëzakonshëm, sidomos kur mbaronte shkolla deri sa fillonte shtatori tjetër. Edhe për mu Shqipëria, unë e kam kalu mirë. Ndigjoj njerëz që që je japin deklarata, përfshi edhe vllajin tim të madhin, që unë nuk ashtu s'kam asnjë lloj interesi për të, po ndoshta edhe sepse të tillë jetë kam, nuk je në vendin aty, nuk e di, ndjenjat njeriu, vetëm njeri jeton ndjenjat e vet. Unë për vete kam kaluar fëmini shumë të bukur, edhe rinin shumë të mirë, pavarësisht se mas ushtria ishte një presion kundrejt me për arsyen se vllai ishte në burg, edhe mua më kishin në rrethin e njerëzve armik të klasës, por unë u mundova të më njanoj, mundova ta minimizoj këtë presionin e tyre me sjelljen time. Kuptohet që deri në momentin që unë besonja që ishte shumë e afërt iminente momenti që ata do më arrestonin dhe do më çonin në një nga kampet e Shqipërisë. Kështu prandaj edhe u arratisa se unë kur nuk kam pas dëshirën që do hiki për të pas një makinë ose do hiki për të pas një jetë materiale më të mirë. Unë kisha kisha jetë shumë të sistemum, shumë të qetë në Shqipëri me shoqëri, me familje, dhe kisha mbaruar edhe shkollën politeknike që më dha mundësinë me fitu një farë kategorie më të lartë, edhe kisha të ardhurat mira. Kështu që më vjen shumë keq sidomos mas eliminimit të Memeçeut, presioni u rrit jashtëzakonisht kundër meje edhe shumë nga shokët e mi, që cilët pas arratisjes time kanë megjithënë kanë pas konsekuencat të hidhura të këqija. Iliri që foli ashpër ndaj diktatorit Hoxha sot jeton në Siçili. Nasi nuk donte të transmetojmë intervistën e tyre në televizionin jugoslav, se ishte egër dhe i takon kohës shkuar. Ai ka gjetur qetësitë e kisha e Norit ku mblidhen doktor, inxhinier, arkitekt, madje edhe shqiptar të fesë muslimane.
Kisha ishte kthyer si shtëpia shqiptare. Vëllezrit Pavlo e tronditën diktatorin. Sigurimi u tërbua, teatrin ja internuan. Nasi nuk i ka kërkuar falje, por e di që Jati e ka falur. Ai nuk do të deshte kur të largojë nga Shqipëria dhe dëshiron të kthehet përsëri. Ka mbetur idealist, i ndershëm, koklart. Rrezikuan jetën, por ai nuk deshte kur të arratisej dhe të lindte Tiranën që e tërheq pas gjithë. Yeah.